ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës me bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që I kemi ne në mazhoroncën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministrit e tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Abdigjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin, nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme që I humbin kohë shtetit të Kosovës, por njëkohësisht edhe buxhetit të Kosovës mjetër. Së paku 10 milion euro kushtojnë zgjedhjet e reja, të cilët do të sjellin rezultate parafërsisht të përsëritura dhe të cilët nuk do të sjellin zgjidhje për shkak se sërish nuk do ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar korumin në sallë. Unë edhe më tej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike e Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të psojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari I LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërka që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albulina Agjiu, do të bëhej nën kryetari e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do të kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativin, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Glau Kënjufcën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan, pra abstenem kundër edhe për, por le të votojnë, sepse konsiderojmë që qasje shtetformuese, shtetndërtuese, progresive, është ajo në të cilën deputetët si të zgjedhurit e popullit e marrin të drejtën e tyre edhe si detyrim, si llogaridhënie, si përgjegjësi ndaj atyre që I përfaqësojnë, por njëkohësisht edhe për funksionimin sa më të mirë të shtetit tonë dhe të sistemit të tërësisë institucioneve të Republikës tonë demokratike e parlamentare.